Situatën cilë ndodhemi, tash me regjësimin e popullacionisë, me numrin e zgjasëve që kemi, 194 mësimdhënës që kemi tepër në Shqipëri. Dhe 194 e ke tash prej Ministrisë Financave, 194 i dush me e gbitin nëshën, prej punës. Kanë me hekë. Ata e kanë ndonë edhe në fund atyre kanë shënu. Nëse komuna ka pare, mund është me ndati. 194 kushtojnë mbi 2 milion euro në vjetë komunës, ku ka buzhet peja për ato. Më thonë, është qashë sistemi domino. A i të thot një, po ti nësi i lejtë të 194, qka po ndodhë? Sa kemi me pas në mundësi, sa kemi pas mundësi mi mbështet ta. Po, është në rëndësisë, ne që kom të mbledhe me drejtorin, do të diskutojnë kësë qashin, dhe edhe në ligjat ja thuhet nëse vjen të prisja teknologjike, në një vjen performansa mësimdhënësit, nuk vjen stazhi punës për vitet të shërbimit. Se këta shpesh e kesh kuptoj, jo më në që sa vitet të po je, po tjetër ka performansë më të mirë. Do të është kvalifikimi, performansa, pastaj vjen stazhi punës.